Arshtimit të gjedhve në komunën e Suarekës si Avni Gashi kanë arritur të përmirësojnë kushtet në stallat e bagëtive. Ky fermer kujdeset për mbi 90 krerë lopë qumështore si dhe 34 viçar. Ai thot se investimi është bërë kryesisht me mjete vetanake, por menaxhimi një numri kaq të madh bagëtish mbetet sfidë e vazhdueshme. Dikon 100 krerë lopë, mi menaxhua ka gjë problem ka shumë, se do të ushqimi shtrenjtë, nafta, gjithas janë në rritje, po mirë, s'është para ankesa mirë jem. Për fermën kujdesen kryesisht familjarët, thot Gashi, i cili menaxhon edhe një plantacion me arra. Nuset edhe një 4 gradë tjera, edhe kushëre një 10 punëtori kemi përgjithsisht këtu në fermë. Me që mirën edhe me të arrat për punë që kena punë me lavrim me kësi, spërkatje të arrave dhe gjitha. Dhe 100 krerë lopë, s'kem nevojë më shumë. Drejtori i bujqësisë Armend Krasniqi thot se fermerët e Suarekës po mbështeten përmes subvencionimit të qumshtit. Kryesisht në sektorin e qumshtit e bëjmë mbështetjen apo subvencionimin e litrës së qumshtit për 3 cent, ndërsa në sektor të tjerë akoma nuk i kemi definuar sepse jemi në fazën fillestare të përgatitjes së planit se si do të zhvillohen procedurat e mëtotjeshme për pemtari, për perimtari. Sipas drejtorit të bujqësisë, veçoria e komunës së Suarekës është se çdo ditë më shumë, por rritet numri i grave që merren me bujqësi. Komuna e Suarekës i ka të regjistruar 4.000, afër 4.000 fermerë. Numri i grave fermerëve normalisht është më i vogël, mirë po komuna e Suarekës për dallim me komunat e tjera ka shumë grave fermerë dhe iniciatorë për me ndërmarrë me punu shumë në bujqësi. Fermerët thonë se produktiviteti i fermave të mëdha në kushtet që ofron Kosova nuk mund të mbahet pa mbështetje institucionale. Prandaj, subvencionimi përmes granteve qeveritare konsiderohet i domosdoshëm për funksionimin normal të tyre.